Si elementi I kësaj veshje është edhe kjo unaza, të cilën e kam në dorë. Çfarë do të thotë kjo? Atëherë, kjo është një unazë, nëse evidentohet pak edhe nga kamera, kjo është një unazë hyri ndryshe, është familja dhëndrit e çon te familja vajzës ditën e fejesës, atëherë kur jepet fjala për po, që martesa dhe fejesa, pastaj dhe martesa do bëhen mes këtyre dy personave dhe tu janë të shënuar zakonisht inicialet që ka emri I vajzës dhe emri I djalit. Domethënë kjo unazë është një shenjë, por për secilin që fejohet. Po, dhëndri ja çon nusës. Domethënë vajzës që po fejohet, ajo e mban këtë deri në vdekjen e saj. Pastaj ka dhe unazat e tjera që quhen dhanti, ditën e për dasmën, po kjo është shenjë I fejesës. Pa atje kur futet fjala. Edhe kjo e punuar me argjend, po, me argjend, me filigran, me qelibar dhe gurçelçi, e tjerë në varësi të kohërave të ndryshme. Pastaj janë edhe vathet që janë pjesë e stolive të nusës së